Jemi rikthyer dhe sot është data 20 maj, është dita kombëtare e jetimëve për mbrojtjen e tyre, të drejtave të tyre, qoftë edhe në rrugë zyrtare. Dhe kush më mirë se Alfred Muharremi i bën të gjitha këto. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, kënaqësi. Një nga zërat më aktiv në fakt në mbrojtjen e fëmijëve, edhe iniciatori nismës për kërkesat zyrtare në institucione, pra ti e zëri i tyre. Duke qenë se edhe historia jote është e tillë. Ti e rritur në shtëpinë e fëmijës në Shkodër dhe më pas në fshatin Sos. Pra mbart një histori shumë të gjatë edhe nga përvoja jetësore. Do i flasim gjitha sot. Po, shumë faleminderit për festën. Mirë se erdhe. Është e përjetuar në shpirtin tënd, në shpatullat e tua që e ndjen ti kaq shumë për ta shprehur dhe për të dalë në mbrojtje të tjerëve, të atyre që janë më të brishtë, le të themi në një farë mënyrë. Po, është shumë e vërtet. Fatikisht pavarësisht se unë jam si një person që nuk do doja kur, për shembull që vetë fëmijët pa kujdes prindëror apo të rinë pa kujdes prindëror mos kishin një ditë përcaktuese, se më duket më shumë si një ditë etiketuese për këtë rast, por normalisht jetesa ime gjatë kalimi në dyert e institucionet për kujdes të Republikës, kuptoj që kishin një mangësi shumë të madh që donte në menaxhimin institucional apo edhe në përmbushjet kërkesave apo një mirëritje më të mirë për fëmijët e të rinj pa kujdes prindëror. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet, duke qenë se isha ndoshta mu dha atributi që herët, që në moshën 12 vjeçare, 13 vjeçare, që tisha presidenti të rinjve në SOS fshatrat e fëmijëve Shqipëri, duke qenë se jeta ime kaloi nga shtëpia e fëmijës Shkodër, kur ne kishim përjetuan tjetër realitet, që realiteti kryesisht ka qenë vetëm dhimbje, dhunë dhe absolutisht ne kuptonim që qenie më umane që është fëmia që duhet ketë kujdesin më maksimal, aty nuk e kishte, dhe kalimi në një tranzicion, se kështu e them, një tranzicion në një institucion privat, si fshati SOS dhe kujdesi që ne merrnim aty, më bëri të përjetoj ato momente që shiko, atëherë duhet jemi ne vetë që duhet të ngrim ndoshta zërin në të ardhmen ku të rritemi, se si duhet të ndryshojnë, se si duhet të ndryshojë ky lloj modeli i kujdesit. Është qartë. Si ka qenë fëmijëria jote? Duke qenë se ne flasim për fëmijët jetim, flasim për fshatin SOS, flasim për shtëpitë dhe për kujdesin, le të themi, në një farë mënyrë të fëmijëve jetim, por e përjetuar në vetën e parë. Si e mban ti fëmijërin tënde? Fati im i mirë ishte që unë moshën 6 vjeçare kalova në fshatin SOS, duke kaluar atje ishte një institucion privat, kishte standarde më të mëdha ndërkombëtare, duke qenë se vetë monitorohej nga Vjena, pra ishte dhe atje nuk çdohej në kujdesin, pra aty nuk të mungonte asgjë, as kujdesi, as mirësjellja. Po ndërkohë nga shtëpia e fëmijës edhe një vija nga Shkodra, dhe duke ardhur nga Shkodra aty pashës se domethënë dhe madje du t'ju them këtë paralelizmin, domethënë kur unë kam shkuar në fshatin SOS, mendoja që do shkoj prapë në një vatër dhune, në një vatër mos kujdesi, në një vatër kur fëmijët lashin ujë të ftohtë për shembull, ose me Këtë gjë ke përjetuar atje, pra. Po, këtë mbaj mend, se jam 6 vjeç, nuk e mbaj mend gjithë. Flasim gjithmonë ato çfarë ti ke. Por ato që kam në memorie, dhe gjithmonë ka qenë ajo pjesa që unë jam po shkoj në një vatër tjetër që nesër do më thojnë dhe jetë një të gjë, eksakt. Dhe në momentin që ku kalova atje, okej, tash mund t'i kalosh të gjitha, se asë njerës besoj të ketë pas një infirmëri, wow, po do thënë edhe fëmija im sot që është në moshën 5 vjeçare, them që uroj që po e kalon fëmijërinë e ti gjithsesi ti e vetëm më të rritur se sa mosha që kishe, sepse duhet mendoje pak më shumë, kishe ndoshta edhe çështjen e frikës, njoja ose pa njoja me ambientin ku ti po shkoje dhe trauma që kishe. Pa njoja ambientin që po shkoje dhe edhe çfarë do ndodhte me mua, do thënë gjithmonë kjo ishte. Edhe gjithmonë i bëja... Ke qenë më i rritur se sa mosha, është se fëmijët atë moshë s'kam se torturojnë veten çfarë do të ndodhi me mua. Ne kemi pas një fat shumë të mirë, ka qenë një psikolog, shumë i nderuar ai, Virgil Nano, nuk e di nëse ke dëgjuar. Dhe ai fatikisht punonte me ne, dhe kupton këto post-traumët që ne kishim nga shtëpia e fëmijës Shkodër, përpiqeshe që me anë të lojrave, po me anë të këshillimeve të tij, me seanca, përpiqej që ai na i minimizonte dhe na bëri të kuptojmë që ne kemi ardhur, jemi një familje. Po pavarësisht se ne ishim një familje, mungesa kryesore ishte vazhdon të ishte akoma
prindit biologjik. Dhe gjithmonë neve bëndim fajtor prindit tanë biologjik, do më mendonim se cila është arsye, ose qa faji kemi bërë ne, qa gabimi kemi bërë ne. Dhe në çfarë moshe? Edhe kemi dorë, s'kemi dorë, se këtë dorë, do të thënë, ne nuk na mungon të nga një pjesë të trupit, do të thënë cila është arsye pse ne jemi këtu, do të thënë, pse na bashkoni njëtë, do të thënë. Dhe në çfarë moshe ke filluar të kërkosh informacion për historinë tënde, për familjen tënde? S'kam kërkuar asnjëherë informacion, kjo është e çuditshme, të thënë drejtën. Pse? I mjaftuar me jetën që po bëje. Unë jam mjaftuar me jetën që po bëja dhe në moshën thashet, në moshën 6 vjeçare, kur kalova në fshatin SOS, pata shumë fat që ta takoj këtë psikologun dhe na bënte terapi. Po se ti thej që unë i kam pasur këto pyetjet, pse jam këtu dhe jo, pse jam këtu, po jo ti kërkoj. Po, jo ti kërkoj, do më thënë, aty pata fatin sepse psikologu ma shpjegoi realitetin ku jam, që në moshën 5 vjeçare, thu se unë isha 20 vjeçare dhe për këtë gjë ka bërë shumë mirë. Edhe unë që në atë moment unë kuptoja vetëm që unë këtu jam në një vend kur do jem vetëm në tranzicion, pra do jem vetëm një vend që vetëm po flej për momentin dhe kur të vi një moment mosha 18 vjeçare, unë do jemi vetëm në rrugë dhe vetëm e gjë që unë një përkushtova ishin studimet edhe të kuptoja më shumë edhe për botën jashtë. Ishte të rrisje vetën tënde, pra. Po, ishte vetëm më shumë të kuptoja botën jashtë. Edhe gjithmonë ishe shumë i fokusuar, vetëm të mësimet, të edukimi dhe nuk, për shumë që se të tjere të shkonin dhe bënin nga 2 herë lojra në ditë, unë e kisha mëndi vetëm të mësoja. Dhe kur kem përveçti që nëna jote kishte humbur jetën gjatë lindjes? Se ke të rifreskuar informacionin. Ky 20 maj mua më vjen ndryshe, fatikisht, se familja e biologjike mua më ka dalë origjinë, kështu që edhe nëna Jo, po ti e ke pas një herë këtë si informacion. Po, këtë si informacion nga moshën 23 vjeçare. Atëherë unë u shpalla një nga finalistët e një çmimi ndërkombëtar për çështjen e, do të thënë ishte në raport Bashkimi Evropian me Shqipërinë, për në rang botror, ishte i vetmi finalist ndërkombëtar, një nga 4 burra, që ishin 4 vajza dhe 4 djemë. Edhe ishte një nga 4 djemë finalist në çmimin ndërkombëtar, Herman Gmajer, që bëhet në ndër të një nobelisti, por që çmimin e merr ai që bën kontribut, që ka dhënë kontribut, që vjen nga ky komunitet dhe ka dhënë kontribut më shumë në Shqipëri. Dhe duke qenë se unë kisha drejtoja për një 6 viteve drejtoja një lëvizje kur kemi arritur të bëjmë 40 shtëpia për vetë kërë familjarët e dhe mbështetje me bursa, qëtë studimi brenda Shqipërisë apo se jashtë Shqipërisë, apo me mbështetje financiare në mulimin e gjithë shpenzimeve operative. Dhe kjo ishte një nga arsye, duke qenë se u bëra shumë mediatik në atë kohë. Ishte mamia që shkruante në një emision, se unë ishte pjesë një emision, ishte në një intervistë publike dhe mamia shkruan në një emision dhe mamia më jep atë informacionin, pra më tregon që ti ke lindur në këtë vend, unë të kam çuar në martenitet, letrën ta kam shkruar unë, gjeneratetet i kam vendosur në kërkesë të mamas tënde, mendoj që mamaja jote ka humbur jetë, për shkak sepse ka qenë një shtatzani jo në kushte spitalore, por në kushte shtëpiake, dhe ka humbur jetën. Dhe ndërkohë ti thek që ky 20 maj më gjen ndryshe. Po, më kanë gjetur ndryshe sepse kam mbi 8 muaj që kam gjetur prindit e mi biologjik, pra kanë... Pra ta jetojnë të dy? Jo, nuk janë të dy, po jetojnë të dy, por nuk janë bashkë. Nuk janë bashkë. Babai im, për shumë, sa po të mërë emisionin këtu dhe ikët e babai im, se ka që nga data 3 maj, se është shtetës Amerikan, edhe ka ardhur që nga 3 maj, ka ardhur në Qipëri dhe i kam thëmë, vjen keq, po kam këtë periudhën zgjedhore dhe shumë i nga tuar. Pra i ke rikryuar lidhjet me familjen? Po. Si të bënd të ndjesh kjo? Po mirë, me emocion faktikisht. Se tani edhe si gjetën një herë? Me emocion. Ka emocion ndryshe? Jo, më gjetën. Të gjetën? Po, sepse unë kam pas, do më thënë, generalitetet e mija nuk më lejon një mundësi që unë të kërkoja. Po? Sepse përsëpëzohet që emri i gjyshit tim nga ana babit është vendosur mbi emër, por rezultoi që është emri xhaxhait tim nga ana babit që është mbi emrin im. Nuk është mbi emrin biologjik, për shkak që vjen nga familja. Babai im nuk e ka ditur ekzistencën time, ka ditur që ka një shtatzani të gruas që ka dashuruar në moshë të herët, por e ka ditur si shtatzani të dështuar dhe jo... Nuk ka qenë informuar për lindjen, pra, okej. Për lindjen, do të thonë e ka ditur të dështuar. Dhe ka qenë babai që të ka shkruar apo ka vënë kontakt me ty? Ka qenë babai që vuri kontakt me mua dhe më ka dyshonte që ishte babai im, e kupton, ne u ushtruam, ai erdhi në Shqipëri gjatë dhjetorit të këtij viti, ju ushtruam më dënës,
Unë jam qikë sistematik i duaj qikë gjërat shumë. Po, pa qëtër. Të realizueshme dhe doli... Po si është e i momenti që ti shenjë një mesazh nga dikush që pretendon që është babai yt, pra se duhet jetë një moment shumë specifik. Mua më kanë shkruar pa fund. Unë më shumë e kam të këpisa analizës, kur doli analiza që ti e konfirmove që ishte babai. Mua më kanë shkruar pa fund, po gjithmonë unë i kam pas bërë skip, ose thoja, okej, hajde i nështrojmë JDN-s, edhe e bëjmë, por në këtë rast, pata një lloj bindje, sepse në këtë rast më lidhi dy faktet, cilat ato fakte i di vetëm unë në gjenes, nuk i di asnjëri, domethënë. Edhe duhet i di ose nëna që ja ka treguar teatrit, në këtë rast që kishte ndodhur, pra mamaja ime ka treguar babait, edhe mamia që i dinte, domethënë nuk i dinte asnjëri tjetër. Dhe pa diskutim se cili ka krijuar jetën e vet. Po, babai ka 30 vite që rinë në Amerikë, nuk ka një fëmijë të tij biologjik, unë jam fëmijë vetëm i biologjik. Ai është dashuruar dhe ka marrë një zonjë po shqiptare në Amerikë. Kam një vlla që që është mësues pikture në Amerikë, kurse vllai tjetër është drejtori antiterrorit për ambasadën amerikane në Egjipt. Me nënën ke pasur kontakt? Po, me nënën po. Mbasi kontaktova babain, sepse normalisht kërkova babait informacion nga e more vesh, më tha nga nëna, aty more vesh e mamai ime është gjallë dhe nuk ka ndruar jetë. Më pas am takuar edhe me maman. Të dy më kanë shpjeguar historinë, por për mua nuk është, I don't care. Po. Jam gjithmonë kështu, nuk është më Ai interesant. përshafimi pas kaq vitesh, se ti në vetvete e kishe menduar, e kishe imagjinuar ndonjëherë që do ndodhte, kur do që të ndodhte, pas sa Faktikisht nuk e kisha Se kishe menduar asnjë. Duket sikur je ndrydhur që nga momenti që s'ke kërkuar informacion, s'ke dashur. Jo. Dgjoj. I friksohesh ndoshta. Jo se I friksohesh, por problemi është se unë jam një person që unë gjithmonë jam një person për shkak që e lej gjithmonë kohës. Dhe mendoj që koha është shërimi i plagëve më të mira. Dhe nuk jam një tip shumë emocional që marr vrull me njëherë, më kupton? Edhe sidomos për shkak që unë kam krijuar një jetë familjare, kam djalin tim, kam bashkëshorten time, dhe nuk është se për mua kishin një rëndësi që wow, më kupton? Po mos mbase nevoja ime më e madhe për të pasur prindit afër ose për të pasur prindit biologjik, është djali im bashkë me mesën. Dhe për të pasur për të pasur më afër ka qenë mosha djalit tim, kupton? Se unë sot jam I rritur, kupton, kam një suport shumë të madh nga bashkëshortja. Po. Nga nusja dhe... E keni krijuar një familje shumë të bukur. Me bashkëshorten si e njohur, se keni detaje fantastike. Në shkollë. Në shkollë edhe ishte vetëm që s'm ka paraqykuar, nga vi, nga sem, nga jam. E ke ndjerë këtë paraqykimin në shkollë, që thua... Ndihesh gjithmonë tani, po temi, domethënë ndihet edhe kësaj kësaj dite, domethënë ne jemi pavarësisht se do thënë neve ishim shumë mirë, do thënë unë për vete isha në një marrëdhënie pune shumë të mirë, pra ishe në sektorin bankar edhe ndihesh e kjo, por nga ana e bashkëshortës nuk e kam pasur këtë paraqykim dhe ka qenë suporti im I madh në çdo drejtim. Ka dhënë edhe djalin, po të shikoni foton, se ju hodhët një foto që pak më parë. Ka një ajo kur kishen ti I vogël, po, kopje jote. Ka bërë kopjen time dhe nuk e di ku shoh. Po momenti që je bërë baba, sa I moment që je bërë baba, sidomos për ty, kam përshtypjen duhet ketë një vlerë akoma më të madhe. S'ka moment më të bukur, edhe pra ne nduhen kështu si klishe të tjera. Prandaj. Duke sigur ti po plotson puzzle-in e jetës tënde. Po, dhe nuk ka, por ajo që më vjen shumë, është emocionuese, është për shkak që momenti që vjen babai, në dhjetor vjen babai, vjen bashkë me dy vëllezër, bashkë me dy xhajet e mi. Dhe ishte mënyrë iniciative se si është lidhja e gjakut. Edhe kërkova atë pronarin e këtij Tajvanit, për shembull, se po bëj reklam, po I kërkova që t'ja marrë atë videon, kupton, po tha, erdhe vonë, tha. Dhe unë isha, domethënë, si ke përsëri ku është ajo hyrja? Po. Unë isha një 100 metra më larg, dhe djali im intensivisht, se kisha parë asnjëherë në asnjë kamerë, dhe intensivisht shkon dhe takon atë, do shkon dhe I shkon tek këmbët. Dhe është e çuditshme në njërë. Është e pa diskutueshme. Edhe ja kërkova ta kishe kështu si moment, si video. Shiko Alfred, ti je në të gjitha kuptimet e fjalës një rast të suksesi dhe motivimi për fëmijët e tjerë, për të rinj që kanë kaluar të njëjtën situatë me ty. Jo, faktikisht po. E ka thënë që ti ja ke dalë vetë duke pasur veten tënde prioritet për t'ja dalë në me thënë drejtën se shumë njerëz thonë ai që thotë e ka dalë vetë, se ka dalë vetë. Jo, dakord, kur thua
ti që s'kisha familjen, Jo, të kuptoj. Unë kam pas shumë njerëz shumë të mirë që më kanë qëndruar afër, se mund të kem pas njerëz të cilët ishin nga lloj, mund të vinin nga lloj natyre Ka nga mbështetër për botës. studimet, për shembull, të është dashur që të punojë njëkohësisht? Po, kam punuar edhe kam studiuar. Do të thonë, nëse unë sot e kësaj dite kam akoma një gjumë të pa, do të thënë një orar gjumi të pa kontrolluar, e kam vazhdo ta kem kësaj dite. Unë bëj vetëm 2 orë gjumë në ditë, dhe nuk bëj dot më shumë. Për shkakun e vetëm sepse kam qenë edhe në studime, edhe në punë, dhe isha detyruar që gjatë natës të mësoja. Edhe tani pas fushatës e lam asnjë rehat, që të pushoje. Jo, mos ka problem, jo, faleminderit ju për festën. Dhe ajo, domethënë ajo që duhet të them është për shkakun që ajo që më vjen mirë është paktën që unë e kam përjetuar edhe normalisht e kam edhe si mision që sepse një nga kërkesat e mia vetëm është paktën motrët e vëllezërit mi të fatit që jam rritë qëmë fshatësos për dhe shtëpitë e fëmijës sepse neve na ka bashkuar, pra jemi bashkuar dhe jemi bërë një rrjet shumë i madh gjithë Shqipërinë, ne kemi edhe grupe për shembull WhatsApp që shpesh shkon atje, me djalin, me familjen. Me thënë drejtën shumë pak, por ne jemi vazhdimisht kërkues edhe ndaj qeverisë, pavarësisht se unë sot maj një pozicion të caktuar në qeveri, sepse pata detyrën e këshilltarit ministrit, por ajo që mua më vjen mirë është që nga kandidimi im për shkakun që në deputet në 2021-shin, më vjen mirë për shkakun që sot një nga prioritetet më të mëdha të qeverisë shqiptare për punësimin e të rinjve që vinë nga ky komunitet është administratë, dhe sot flasim për 765 raste suksesi. Dhe janë direktiv direkt e kryeministrit Rama që me email dhe në prioritizim, pra në prioritizim i ka dhënë prioritet punësimit tyre. Dhe sot për shembull në 20 maj na gjen më ndryshe, pra në gjen një buxhet të trefishuar të ndihmës ekonomike, asistencë në bonusin e qeras, pra të mbulimit të shtëpisë në qera, punësim, nuk jam pak për nga 2021 që kam qenë kandidat deri tani 760 kryefamiljarët veja, apo 30 jetim janë sot pjesë administratës publikës me meritokraci, se përpara nuk të qasë njëri, dhe kemi edhe ligjin që kemi përgatitur vetë, që është ligji i fëmijëve për kujdeset të Republikës, është një nga kërkesat që kemi kërkuar, që sot pavarësisht se çfarë ndodh prindrit kur humb jetën në krye të detyrës, pra qoftë mjek, infirmier, elektricist, ushtarak apo polic, fëmia merr pagën e prindrit. Është gjë më është fantastike në fakt të gjitha këto nisma, Alfred, edhe faleminderit shumë që erdhe sot. Ishte shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi dhe raste të tilla si ty duhen tërhitur gjithmonë. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Ikim reklama, kthejmë pas pak.